أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë për ti në tim kërkojmë dhe vetëm tek Allahu subhanahu wa taala lutjet tona I drejtojmë. Salatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe të dashur, jemi me serin e ligjëratave të emrave të Allahut subhanahu wa taala. Jemi tek komentimi I emrit të parë në këtë ligjërat, e që është emri Allah. Emri Allah është emri I krijuesit ton Allahut subhanahu wa taala. Emër I veçantë që përfshin gjitha emrat dhe cilësitë e bukura të Allahut subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, Allahut I përkasin emrat më të bukur. Allahut I përkasin emrat më të bukur. Gjitha emrat e Allahut subhanahu wa taala I referohen më pas pra emrit Allah. Pa Ar-Rahman kush është? Themi Allahu. Ar-Rahim kush është? Allahu. Ar-Razzaq kush është? Allahu. Pa mëshirbërësi kush është? Allahu. Mëshiruesi kush është? Allahu. Fornizuesi kush është? Allahu. I urti kush është? Allahu. Pra gjitha emrat e Allahut subhanahu wa taala të tjera të bukura, pra I drejtohemi më pas emrit Allah. E jo Allahu, nuk themi Allahu është Rahmani, por Rahmani themi është Allahu e kështu me radhë. Pra kjo është emër I përgjithshëm I Allahut subhanahu wa taala, kurse gjitha emrat e tjera të Allahut azza wa jall janë dhe mund të quajmë janë si shpjeguese dhe po ashtu si cilësi të emrit Allah. Pra mëshiruesi, mëshirbërësi, fornizuesi, ngjallësi është Allahu subhanahu wa taala. Gjë që njëjtën kohë na japin pra të kuptojmë edhe cilësitë dhe vetitë e Allahut subhanahu wa taala kur I referohemi pra emrave tjera të Allahut azza wa jall. Emri Allah në Kur'an përmendet 2724 herë. Emri Allah. Pra më së shumti nga emrat tjerë të Allahut azza wa jall përmendet ky emri I parë që jemi duke shpjeguar, emri Allah. Dietarët kur kanë folur për emrin Allah, ka thënë që a thua është marrur nga El Ilah. Këtu janë ndarë pra në dy mendime dietar. Disa kanë thënë që emri Allah rrjedh nga folja El Ilah, pra që është marrur nga Zoti apo hyji në gjuhën shqipe, pra El Ilah që do të thotë pra El Ma'luh I adhuruari, pra që adhurohet prej tjerëve, dhe është marrur pra kjo fjalë, pra fjala Allah nga El Ilah, nga I adhuruari. Por pjesa tjetër e dietarëve thonë që jo, kjo nuk ka të bëjë me El Ilah, nuk është marrur, por është në vete fjala Allah. Dhe që askush nuk mund të emërtohet me këtë emër. Është emër I veçantë I Allahut subhanahu wa taala dhe askush nuk I ngjason Allahut dhe askush nuk barazohet dhe askush nuk mund të quhet me këtë emër, me emrin Allah, përpos Zotit ton, përpos krijuesit ton, përpos të adhuruarit ton Allahut subhanahu wa taala. Pra ai njeri, pra më falni, ai I cili e ka këtë emër, vetëm ai meriton të adhurohet dhe askush tjetër. E kështu që asnjë krijesë tjetër dhe asnjë njeri tjetër nuk e ka këtë emër, Allah. Kështu që asnjë gjallës tjetër, përderisa nuk e ka këtë emër, edhe si I tillë pra nuk adhurohet dhe nuk është Zot. Edhe Zot I vetëm I cili meriton të adhurohet është
ai i cili e posedon këtë emër, ai është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Vëzhgim nderuam, vetëm tek emri Allah, vetëm tek Allahu dihen qetësi zemrat e mbar njerëzimit, e sidomos të besimtarëve. Vetëm Allahun qetësohen zemrat dhe largohen brengat. Nuk qetësohet zemra, ndryshe vetëm se me Allahun, me njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Sa ma shumë që ta njohim Allahun përmes emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala, aq më shumë zemra jonë do të lidhet me Allahun azza wa jall dhe aq më shumë do ta dojë Allahun subhanahu wa taala. Dietar thonë, asnjë qelizë e trupit nuk qetësohet vetëm se me kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ku çdo pjesë e trupit, çdo qelizë e trupit ton i dorëzohet me dashuri dhe me nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala, gjen kënaqësi dhe qetësi. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, prandaj mos adhuro tjetër zot përveç Allahut, që mos të bëhesh nga ata që do të dënohen. Për mos adhuro askë tjetër përpos Allahu subhanahu wa taala, nëse don që mos të jesh nga ata që do të dënohen. Pra, kushdo, nga ky ajet në kuptohet, kushdo që adhuron dikë tjetër pos Allahu subhanahu wa taala, ai do të dënohet. Dhe kushdo që nuk e adhuron Allahun azza wa jall, ai do të dënohet dhe nuk ka shpëtim. Pa të shpëtuar do të jenë vetëm ata të cilët e kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Nuk po themi që vetëm ata të cilët nuk kanë gabuar, jo. Po themi vetëm ata të cilët e kanë adhuruar Allahun azza wa jall dhe nuk kanë bërë shok Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse kanë mëkate dhe pendohen, do t'i falë ata Allahu subhanahu wa taala. Dhe po ashtu Allahu azza wa jall thot, të mos zi tjetër, të mos vërz tjetër zot përpos Allahu subhanahu wa taala, se do të mbetesh i poshtëruar dhe i braktisur. Pra, mos kërko zot tjetër, mos e zë diko tjetër për zot përpos Allahu subhanahu wa taala, se do të jesh për ndryshe i poshtëruar dhe i braktisur. Nuk do ta kesh ndihmën dhe mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra vëllezër të dashur, kur njeriu e njeh Allahun, e don Allahun, i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala, është larg hidhrimit të Allahut, është larg dënimit të Allahut azza wa jall, është larg braktisjes së Allahut subhanahu wa taala. Nëse dikë e braktis Allahu azza wa jall, Allah na ruajt, mos jemi nga ata, nuk ka shpëtim as në dynja, as në ahiret. Ka përfunduar çështja e tij. Andaj lutim Allahun azza wa jall që kur dhe asnjëherë dhe asnjë moment mos na braktis Allahu subhanahu wa taala. Allahu, pa emri Allah, sipas shumicës së dietarëve, është emri më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Pra, kemi disa argumente që ka ardhur, kush e lut Allahun azza wa jall me emrin e madh të tij, atij pranohet lutja. Andaj kanë dhënë versione dietarë se cili mund të jetë pra emri i madh i Allahut subhanahu wa taala. Pra shumica e dietarëve, duke u bazuar në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thonë se emri Allah është emri më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Duke u bazuar e para, duke u bazuar pra në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku një sahab i pejgamberit alaihi salam e ka lutur Allahun me një lutje pranë pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe ka thënë: "O Allah, unë po të lutem ty duke dëshmuar se ti je Allahu. S'ka zot tjetër veç teje. Ti je një i përkryeri, i cili s'ka lindur dhe nuk është i lindur dhe nuk është i krahasueshëm me askën." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më pas, kur ky sahabi o lut, pra me fjalën: "O Allah, unë po të lutem ty." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Betohem për atë
në dorën e të cilit është shpirti im, se e ke lutur Allahun me emrin e tij të madh. Pra dëshmi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ke lutur Allahun azza wa jall me emrin e tij të madh, kur ai ka thënë o Allah, ti je vetëm unë po të lutem ty. Që për të cilin thot, kur lutet ai përgjigjet, e kur i kërkohet diçka me këtë emër ai jep. Po ashtu duke u bazuar, pra pse është ky emër më i madh i Allahut, pra duke u bazuar në atë që them se emri Allahut është përmend në Kur'an 2724 herë, gjë që asnjë emër nuk është përmend kaq shumë sikur se emri Allah. Andaj pra, sepse është ky emër më i madh i Allahut azza wa jall, edhe është përmend më së shumti pra në Kur'an. Pra, në pjesë e emrave të Allahut subhanahu wa taala të gjitha trajtohen si cilësitë e emrit Allah dhe këtë e përmendëm. Pra, gjitha emrat e Allahut trajtohen si emrat, pra si cilësitë e emrit Allah, e jo e kundërta. Pra, Allah nuk trajtohet emri Allah si cilësi e Rahmanit, por gjitha këto trajtohen si cilësi, pra gjë që thamë që kur pyetemi edhe se kush është Rahmani, kush është Rahimi, kush është Rezaku, kush është El-Qawiu, fuqishmi, themi është Allahu. Po ashtu, duke u bazuar në lutjet që kanë ardhur në Kur'an apo në hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shohim që zakonisht lutjet janë të drejtuara tek Allah, Allahumma, o Allahu im, o Allahu im. Pra Allahumma. Pra dhe kjo tregon që ky emër është emër më i madh dhe më i veçantë i Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër nderuam, ndikimi i emrit Allah ndikon jashtëzakonisht dhe ndryshon për pozitivisht jetën e besimtarit. Nëse besimtari arrin ta kuptoj kuptimin e emrave të Allahut subhanahu wa taala, e sidomos emrit Allah, dhe gjitha emrat tjerë që janë si spjegues të emrit Allah, e kupton që ky emër ngërthen në vete shumë gjëra që kanë të bëjnë me jetën e njeriut në këtë botë dhe me shpërblimin e tij në ahiret, që në asnjë moment njeriu nuk mund të shkëputet nga mbikëqyrja dhe nga ndihma dhe nga mbështetja e Allahut subhanahu wa taala. Besimtari është në vazhdimin e Allahut subhanahu wa taala. Besimtari është vazhdimisht i lidhur me Allahun subhanahu wa taala, përderisa ai ka kuptuar se kush është krijuesi i tij dhe kush është në fakt Allahu subhanahu wa taala. Sa më shumë që besimtari ta njeh Allahun azza wa jall, aq më shumë ai do të jetë i lidhur me Allahun azza wa jall. Aq më shumë do të jetë i kapur për Allahun subhanahu wa taala, aq më shumë do të jetë i mbështetur tek Allahu azza wa jall. Pra, gjëja më madhështore që ndodh në jetën e besimtarit kur besimtari të kuptojë Allahun subhanahu wa taala është që zemra e tij do të jetë e mbushur me dashuri ndaj Allahut azza wa jall. Asnjë dashuri tjetër nuk e tejkalon dhe nuk e përmbush dhe nuk e kënaq zemrën e besimtarit sikurse dashuria e Allahut azza wa jall. Kënaqësia më e madhe e njeriut është që ky njeri kur mbështetet tek Allahu azza wa jall me dashuri, e don Allahun subhanahu wa taala, që shtojnë me mish e shpirt, me çdo pjesë të trupit, me çdo qelizë të trupit, e don Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është kënaqësia më e madhe e besimtarit. Edhe që shto Sheikhul Islam Ibn Taymija, ku e përmend prej selefëve, që thonë banorët e xhennetit
mos kishin pasur asnjë kënaqësi tjetër përpos kënaqësisë që e kanë ndaj dashurisë së Allahut Azza wa Jall, në xhennet që ndjejnë këtë dashuri, do të kishte mjaftuar atyre. Se dashuria e Allahut Azza wa Jall është mbi çdo kënaqësi tjetër. Edhe këtu në dynja, nëse besimtari arrin që në atë gradë që ta dojë Allahun Azza wa Jall më shumë sa çdo gjë tjetër, më shumë sa vetveten e tij, më shumë se sa familje, më shumë sa fëmijët e tij, më shumë sa pasurinë e tij, ai me të vërtetë do të jetë më i lumturi në këtë botë dhe padyshim që edhe më i lumturi dhe i shpëtuari në botën tjetër, Allahu na bëj prej tyre. Dhe kjo e vërteton edhe këtë gjë edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë ai që i ka këto 3 gjëra e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. E para është që Allahu dhe i dërguari të jenë më të dashur tek ai se sa çdo gjë tjetër. Dhe e dyta, që ta dojnë një person, ta dojnë dikë vetëm për hir të Allahut Azza wa Jalla. Treta, të urrej kthimin në mosbesim në kufër, sikurse që urren të hidhet në zjarr. E kush i ka këto 3 gjëra, ai me të vërtetë ka shiju ëmbëlsinë e imanit. E dyta, vëllezër, madhërimi i Allahut subhanahu wa taala dhe lavdërimi i tij. Kjo arrihet kur ne ta kuptojmë më së miri dhe kur ta njohim Allahun subhanahu wa taala. Sa ma shumë që ta njohim Allahun Azza wa Jall, aq më mirë do ta madhrojmë Allahun Azza wa Jall dhe aq më shumë do të jetë i lartësuar Allahu subhanahu wa taala në zemrën tonë dhe në mendjen tonë. Dhe aq më shumë do të jemi të çiltër, të pastër në zemër dhe të sinqert gjatë adhurimeve tona, gjatë namazit ton, gjatë agjerimit ton, gjatë lutjeve tona, gjatë çdo veprimit ton. Sepse e kemi parasysh madhrinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe çdo gjë që të veprojmë më pas, atëherë veprojmë për hir të Allahut subhanahu wa taala, si sadaka, si zeqatin, si nedrin, zotimet tona, gjitha ja përkushtojmë Allahut subhanahu wa taala me sinqeritetin më të madh. Tjetra, vëllezër të dashur, ndjesia e krenarisë që ta jep emri Allah dhe pasuria shpirtërore dhe kënaqësia në brendin tënde, askush dhe asgjë s'mund ta zavancoj këtë. Asnjë pasuri në botë dhe asnjë pushtet në botë, pa në parasysh çka do që të posedon një njeri, një mbret, një kryetar, nuk mund ta zavancoj me dashurinë e Allahut subhanahu wa taala dhe me krenarinë që e ka një besimtar në zemrën e tij. A ndihet i fuqishëm, a ndihet i plotësuar, a ndihet i mbështetur prej Allahut subhanahu wa taala, a ndihet i ndihmuar prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse s'ka, edhe nëse është në pamjen e jashtme duke vuajtur, por zemra e tij është e mbushur me iman dhe është krenar me Allahun që e ka për Zot. Edhe po ashtu Allahu Azza wa Jalla ka përmendur në surën Al-Haqqa: ma aghna anni mali halaka anni sultaniya. Pasuria ime nuk më sjell dobi. Dhe më la pushteti im apo më la fuqia ime. Asgjë nuk vlen ditën e Kiametit. Tiranët që kanë pas pasuri, diktatorët që kanë pas fuqi në dynja, asgjë nuk vlen më pas pasi që ata të vdesin. Nuk ju bën dobi asgjë, as pasuria, as pushteti, as mbështetja që kanë pasur. Asgjë nuk i bën dobi në ditën e Kiametit për Allahu subhanahu wa taala, vetëm sa njeri i cili ka shkuar tek Allahu subhanahu wa taala, duke qenë krenar me Allahun subhanahu wa taala dhe duke e zënë për Zot, duke e marrë për Zot vetëm Allahun subhanahu wa taala, i nënshtruar ndaj Allahut azza wa jall.
për ndikimeve pozitive o vëllezër të dashur që ka ky emër, se ndikon drejt për drejt në qetësinë shpirtërore, në qetësinë e zemrës. Se nuk ka lumturi dhe nuk ka kënaqësi tjetër vetëm se me Allahun subhanahu wa taala. Çdo kënaqësi tjetër është e përkohshme dhe është e mangët. Nuk përmbushet besimtari dhe zemra besimtarit dhe zemra njerëzimit në përgjithësi vetëm se me kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Para parasysh çfarë kënaqësi të kësaj bote ka, atë e ka përkohësisht. Atë pasuri e ka përkohësisht, atë shëndet e ka përkohësisht, atë lumturi e ka përkohësisht. Një dhimbje e vogël ja humb këtë kënaqësitë e dynjas. Një smundje, ndoshta sado e vogël me qenë, ja humb lezetin e kësaj dynjaje. E mos flasim për sëmundjet e rënda, apo për sëmundjet kronike, e dhimbjet e mëdha, e probleme tjera, e dhimbshëri që e ka, ndoshta jo me vetveten një problem që e ka, po dhimbshërinë që e ka ndaj ndonjë antari të familjes, nëse është i sigurt, nëse ka probleme, nëse ka telashe, ja humb komplet qetësinë dhe kënaqësinë që ai ka të dynjas. Për atë arsye, themi se kënaqësia e cila duhet të jetë dhe të zë vend në zemrën e njeriut është kënaqësia me Allahun subhanahu wa taala, duke ditur që kënaqësi tjera janë të përkohshme. E duhet të mbizotroj vetëm kënaqësia Allahut subhanahu wa taala. Kur mbizotron në zemrën e besimtarit kënaqësia Allahut azza wa jall, është lehtë për atë besimtar më pas ta praktikojë fjalën e Allahut azza wa jall dhe të çojë urdhën e Allahut azza wa jall në vend, të kryej obligimet e Allahut subhanahu wa taala dhe i lehtësohet atij largimi prej mëkateve, sepse i druhet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Frikë ka vetëm Allahun azza wa jall. Shpresë ka vetëm tek Allahu subhanahu wa taala. Kënaqësinë e gjen vetëm tek Allahu azza wa jall. Mbështetjen e gjen vetëm tek Allahu subhanahu wa taala. Ndihmën e gjen vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Falën që dëshiron vetëm e gjen tek Allahu subhanahu wa taala. Mëshirën dhe çdo gjë, rizikun, çdo gjë tjetër e gjen vetëm tek Allahu azza wa jall. Andaj kur njeriu e njeh Allahun subhanahu wa taala dhe e zë për Zot dhe i nënshtrohet me adhurim dhe don Allahun subhanahu wa taala, i lehtësohet më pas çdo urdhën tjetër, jo që i lehtësohet bile dijen kënaqësi dhe rahati duke kryer një obligim të Allahut subhanahu wa taala dhe ndihen krenari kur largohet prej mëkateve ku të tjerë ndoshta shkojnë vrap duke u futur në atë mëkat dhe lavdërohen ndoshta me atë mëkate, e besimtari kur largohet nga ai mëkat ku tjerë shkojnë me turma në atë mëkat dhe duke u lavdëruar dhe duke postuar ndoshta në për rrjetet e informimit, besimtari ndihen kënaqësi. Dhe i duket vetja, sikurse që thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, sikurse me pas dy krah që është duke fluturuar zemra e tij, sepse është lidhur me emrin Allah. Allah na bëft të mundshme që kur mos të ndahemi nga Allahu azza wa jall. Dhe lutim Allahun që Allah kur mos na braktis neve nga mëshira e tij. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala çdo herë të na shikojë neve me shikimin e mëshirës, me shikimin e butësisë, e jo me shikimin e hidhrimit. Amin e amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shumë lehtë, Allah i ruht.